Fatmir Topi, kritikët thonë se në drejtimin e Partisë Demokratike janë zgjedhur të rinj pa përvojë politike apo partijake, apo persona pak të njohur për publikun. Si i përgjigjeni këtyre kritikave? Të falenderoj Fatmir për pyetjen. Kritika nuk është se nuk qëndron. E ka një të vërtet. Por, Fatmir, në qoftë se marrim, analizojmë së bashku, kalvarin që kaloi Partia Socialiste, Partia Demokratike, Partia Demokratike 4 vitet e fundit, të them me sinqeritet se për mua demokratët kanë treguar një heroizëm epik. Kanë bërë një gjë të jashtëzakonshme. Cila është kjo gjë? Kanë sakrifikuar në mënyrë që Shqipëria të ketë opozitë të vërtet. Kanë paguar çmim. Jo të vogël. Janë përballë me presionet të gjithanshme. Por rezistuan, mbrojtën kauzën. Mbrojtën kauzën e tyre të drejtë. Kauza e tyre ishte kjo dhe vetëm kjo. Shqipëria duhet të ketë opozitë të vërtet. Kaq ishte kauza e tyre. Opozitë që të kontrollohet nga antarësia e saj dhe jo nga Edi Rama apo të tjerë. Kaluan 4 vite. Partia e përçarur bashkuar. Ja doli, siç e din dhe vetë, me përpjekjet jashtëzakonshme të tejkaloj çdo izolim, të garantoj mbështetjen më të madhe ndërkombëtare. Ja doli të faktoj shqiptarëve dhe botës se zgjedhjet ishin një farsë elektorale. Me gjithë këto, në të gjithë bindjen time, po jo vetëm timen, po dhe të gjithë bashkëpunëtorëve të mi, në tërësi, dhe të mbarë demokratëve, ndofta edhe juaja, edhe ju, Fatmir, ekzistonte një kërkesë. Partia Demokratike duhet ripërtrihet. Projektin e ripërtritjes unë kisha përgatitur, të them haptas këtu. Dhe në qoftë se ju kujtohet, kur nërmorëm nisë me rithemelimit, motoja joni ishte kjo. Për një parti demokratike më të fortë, në të hapur, në të bashkuar. Por hapja të cilën unë e kisha punuar bashkë me bashkëpunëtorët e mi, kishim punuar jo pak, u bllokua në një farë mënyrë për shkak të arrestimit tim 333 ditë. Dhe ju e keni drejt, dhe ata që kritik nuk gabojnë. Unë nuk them se këto janë figura të njohura, por këto figura do ishin promovuar, se çdo njeri duhet të promovohet. Vetëm ka një gjë, Fatmir. Këto figura, për sa u përket të dhënave, të siguroj se i kanë ndër më të shkëlqyrat. Shumë për i tyre janë grupe ekselence, nga që kanë ardhë dhe janë bashku me Partinë Demokratike në ditë të vështira. I takon Partisë Demokratike u dhe u takon atyre në radhë parë.
që të shpalosin të gjithë aftësitë e tyre para demokratëve dhe shqiptarëve. Dhe unë kam besim se do ta bëjnë. Sikundër, Fatmir, në këtë ripërtritje, duhet të pranojmë se Partia Demokratike në kalvarin e saj humbi disa, të themi disa proporcione që i ka patur të lindura, native të saj. Kjo ripërtritje solli gjithashtu rivendosjen e proporcioneve të duhura në parti. Ne jemi parti kombëtare. Dhe kjo u realizue. Dhe sfundit ju garantoj se këto janë hapat para shumë të rëndësishme. Hapat tjera shumë të rëndësishme do ndërmidhen që shqiptarët të kenë një parti demokratike të ripërtrirë. Një parti demokratike me ekipet më të afta dhe më të mira për të sotmen dhe të ardhmen e saj. Faleminderit.